Një nga zhvillimet kryesore të ditës së sotme është një kërkesë që ka bërë kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj bashku me avokatët e tij për të ndryshuar vendimin që ka marrë GKK më datën 9 shkurt të këtij viti për shqyrtimin e dosjes në ngarkim të tij, duke u drejtuar gjykatës kushtetuese për bërje nul të këtij vendimi. Për këtë do të flasim. Kemi në komunikim të drejtë për drejtë politologun nga Italia Alban Daci, mik i programit tonë. Përshëndes Alban, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se jeta. Si edhe avokatin Endri Qela. Përshëndetje Endri, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht një këndvështrim në lidhje me këtë hap që ka hedhur Veliaj sot bashku me avokatët e tij. Është një hap normal ligjor apo ka të bëjë si e gjykoni ju për një shtyrje apo zvarritje të mëtejshme të këtij procesi gjyqësor në ngarkim të tij? Alban? Atëherë që të japim një përgjigje të kësaj, besoj se nuk na takon neve, sepse të strategjitë e mbrojtjes së zotit Velia dhe sigurisht që mbrojtja e zotit Velia ka të drejtën legjitime që të kërkojë të drejtat e pandehut ose të akuzuarit për të pasur sqarime me pretendimet që ka. Ajo që duhet të them parimisht është fakti që një ndër parimet bazë të së drejtës penale në vendet demokratike dhe kryesisht Italia është ajo që njihet ndryshe procesi drejt. Dhe është bazuar kryesisht në nenin 111 të Kushtetutës italiane dhe ndër të tjera ka disa faktorë për të garantuar një proces të drejtë, që palët të jenë barabarta në kushtet dhe rrethana një proces, që pala akuzuar të jetë informuar për akuzën e ngritur dhe që të ketë mundësi të marrë pyetje personat në të cilët janë të përfshirë në akuzë, që procesi mos jetë i gjatë, pra të ketë një kohë të arsyeshme, se një proces i gjatë mund të kthehet në një padrejtësi. Tani nga kërkesa që pashun nga avokatët e zotit Veliaj, pa hyrë në detaje, ajo që kam vënë re dhe që është artikuluar kohët e fundit, parë që pak a shumë materialet në dispozicion për akuzën ndaj zotit Velia janë rreth 50.000 faqe. Kjo do të sillte disa lloj problematikash të cilat e bëjnë domosdoshëm gjithmonë reformën në drejtësi, por në vetvete edhe vetë reformimin edhe metodikën e funksionimit të institucioneve të cilat bëjnë pjesë e sistemit të drejtësisë. Nëse do marrim parasysh në maxi procesi, që është një ndër proceset më të vështira, për veprat më të rënda penale të Cosa Nostrës dhe asociacione delinquere ose shoqëri e inkriminuar mafioze në vitet 80-90, në fillimin e këtij procesi ka pasur rreth 475 pandehur dhe volumi në total ka qenë rreth 20.000 dhe në 50.000 faqe, i cili ky volum ishte i ndarë sipas personave, sipas veprës penale dhe secili kishte një avokat. Tani, në një proces të ngjashëm, ne kuptoj që rrethanat e marrjes së provës, mënyra e komunikimit digital e ka rritur volumin e provës. Tani, më thoni mua se sa avokat duhet të ketë një pandehur dhe gjithmonë bëhet pyetje nëse ka mundësi financiare të ketë kaq shumë avokat, që të njihet vetëm me materialin që i është ngritur me 50.000 faqe. Pra, unë nuk dua të këshilloj punën që duhet të bëj pak dhe nuk dua të hyj fare në detaje se si duhet ta ngrej akuzën pak, por sigurisht unë mendoj që duhet të ketë më shumë fleksibilitet, duhet të ketë më shumë sensitivizëm në ngritjen e një akuze dhe nuk besoj se janë domosdoshmërisht të nevojshme 50.000 faqe për të ngritur një akuzë. Dhe automatikisht duke pasur 50.000 faqe, do kemi një proces të gjatë dhe për pasaj që do të kthehemi ndoshta edhe në atë që artikulohet sot, në masën ekstreme që në Itali me reformën Cartabia të 2023-shit, me masën ekstreme që është mbajtja në burg. Reforma Cartabia në Itali, ndër të tjera ka pasur për qëllim që të bëri përshpejtimin e proceseve, pra që të jetë procese sa më të shkurta për të dhënë një vendim dhe për të dhënë të drejtën çdo personi, edhe nëse dënohet dikush, përsëri është e drejta e tij që ta marrë vendimin shpejt. Dhe e dyta në vetvete ishte për të forcuar atë që njihet në Itali, gjykatësin e hetimeve paraprake, duke forcuar filtrin, pra çdo thotë
shumë vepra penale të cilat mund të zgjidhen me dënime alternative ose me marrëveshje, që ka të bëjë edhe me një çështje tjetër që Shqipëria aplikohet shumë pak, quhet drejtësia restaurative, pra e ndërmjetësimit, të mos kalojnë në gjykata, pra sepse në Itali, besoj edhe në Shqipëri, ka pafundësisht çështje të cilat nuk meritojnë të gjykohen fare në këndvështrimin penal dhe mund të zgjidhen me marrëveshje. Pak të kjo çështje Alban, po, vetëm pak ndërhyrjen e avokatit, sepse do doja ndalesha tek argumentat që ka parashtruar Veliaj në lidhje me shkeljen e të drejtave themelore sipas tij dhe mosmarrjen analist dosjes voluminoze në ngarkim të tij. Sa qëndrojnë të argumente avokat? Po nuk ka avokat që mund t'i lexoj 50.000 faqe. E qartë pra, po. Po në rastet e një Pandreu që s'ka mundësi fare të ketë avokat. Si do ja bëj Pandreu që s'ka mundësi financiare? E qartë. Avokat, ju si e shpjegoni? A qëndrojnë pretendimet e Veliajt në lidhje me kërkesën e parashtruar ndaj kushtetuesës? Më falë se desha sqaroj e nderuar gazetare. Kjo është një vëzhgim im i përgjithshëm, nuk ka kurdo që të jetë Velia apo jo Velia ka të drejtën e tij për të pasur një proces të drejtë. Nuk ka lidhje kjo sepse është rasti Velia. E kuptojmë. Po, merreni thjesht me fenomenin dhe jo me rastin. Parimisht. Po, avokat, më thuaj. Atëherë, së pari unë do ju lutesha të më jepni hapësirën e nevojshme të shpjegoj procedurën se si ndodh hetimi dhe gjykimi në mënyrë për të arritur tek kërkesa e zotit Velia dhe çfarë kërkon ai konkretisht në gjykatën kushtetuese. Atëherë, në fund të hetimeve, mbasi njëhet i pandehuri me akuzën përkatëse, bëhet një lloj seance që ne e quajmë seancë për kalimin e çështës në gjykim. Ku gjykata vlerëson nëse jemi në kushtet që kjo çështje duhet të gjykohet në themel apo ka nevojë për hetime të tjera hetimore apo ka pavlefshmëri provash, pra e shikon parimisht, e shet parimisht ose proceduralisht nëse është struktura apo baza e mjaftueshme hetimore që të kaloj për gjykim kjo çështje. Ky parim ose kjo e drejtë ka hyrë fillimisht në vitin 2017 me ndryshimet në kodin e procedurës penale dhe që nga viti 2017 dhe në vazhdim parashikohet si gjykim paraprak i njohur ndryshe. Kundër këtij vendimi, pra ka disa vendime që mund t'i japë gjykata në seancën paraprake, që mund të jetë seanca me vendimi për pranimin e kërkesës së prokurorisë dhe kalimin e çështës në gjykim, ose vendimi për kthimin e çështjes në prokurori për plotësimin me hetime të tjera apo në raste shumë të veçanta dhe pushimin e çështjes. Ka një specifik që në momentin që gjykata vendos kalimin e çështjes në gjykim, pra ku do të gjykohet çështja me të pandehur përkatës, Neni 332 gjë i kodit të procedurës penale nuk parashikon të drejtë ankimi nga asnjë nga palët. Dhe logjika e ligjit ka qenë e tillë që ti nuk mund t'i bësh ankim vendimit për kalimin e çështës në gjykim, pasi në gjykimin në themel do të marrësh përgjigje. Ky nuk është një vendim që po të dënon ty, po është një vendim që po e jep të drejtë prokurorisë që ti të gjykohesh nga një gjykatë themeli dhe të kesh të drejtë të mbrohesh në të gjykatë themeli apo të ngresh pretendimet e tua që ka dhe në jetën kohë të jepet prokurorisë mundësia për të provuar pretendimet e saj. Tani nga ana e zotit Veliaj janë ngritur disa kërkime në gjykatën kushtetuese. Edhe dha shpjegimi paraprak për të qenë më e kuptueshme për njerëzit. Pretendimi i parë është që të shfuqizohet vendimi për kalimin e çështës në gjykim. Dhe që të shkohet në gjykatën kushtetuese, kushtetuta parashikon disa kritere apo norma përkatëse. Një nga ato është që të jetë zauruar çdo rrugë administrative apo gjyqësore në të gjitha shkallët e gjykimit dhe më pas të shkosh në gjykatën kushtetuese. Ka disa përjashtime. Janë zauruar në rastin e Veliajt? Po, më lejoni t'ju shpjegoj. Ka disa përjashtime që gjykata kushtetuese parashikon që ti mund të drejtohesh drejt për drejt gjykatës kushtetuese. Në rastin konkret ka një specifik dhe kjo nuk është sqaruar specifikisht nga ligji. Ky vendim nuk ankimohet. Pra vendimi për kalimin e çështës në gjykim nuk mund të ankimohet. Ky vendim bëhet pjesë e dosjes të themelit dhe gjykohet në themel. Tani përgjigjja që do t'i japë gjykata kushtetuese është: a mund të shkosh direkt në gjykatën kushtetuese kur kemi një vendim nga i cili nuk lejohet ankim, por ky vendim bëhet pjesë e dosjes të themelit? Kjo është një çështje juridike që juristë të ndryshëm do të kenë mendime të ndryshme dhe normalisht vetëm gjykata kushtetuese do ta zgjidhë këtë çështje. Pika e dytë që ka kërkuar zoti Veliaj është fuqizimin e instancave gjyqësore, thot ai, që prej nisjes dhe në vazhdim. A mund të ndodhë kjo të merret si vendim nga ana e gjykatës kushtetuese që të shfuqizohen të gjitha seancat? Në momentin që shfuqizohet vendimi për kalimin e çështës në gjyq, automatikisht shfuqizohet çdo gjë që ka ndodhur me atë vendim. Pra ky është një kërkim që lidhet me shfuqizimin e vendimit, pavarësisht se është shkruar specifikisht në kërkesë, nuk sjell ndonjë ndryshim të madh. Pra bëhet automatikisht si vendim. Automatikisht çdo gjë që ka ndodhur në gjykim shfuqizohet dhe duhet të bëhet edhe një herë gjykimi nga e para ose në varësi të asaj që do të vendosë gjykata kushtetuese. Ka edhe dy elemente të rëndësishëm që unë do doja të ndalesha.
elementi tjetër që ka kërkuar zoti Velia është fuqizimi i nenit 332 të Kodit të Procedurës Penale. Është neni i Kodit të Procedurës Penale që nuk lejon ankim ndaj vendimit për kalimit të çështës në gjyq. Argumenti i zotit Veliaj është që dhe avokatëve të tij është që ti nuk mund të më heqësh mua të drejtën e ankimit pavarësisht se në raste specifike kushtetuta parashikon që për çështje administrative apo civile të natyrës së lehtë ti nuk mund të bësh ankim. Dhe kërkesa e fundit që bën zoti Veliaj është fuqizimi i nenit 14 të ligjit për organizimin dhe funksionimin të institucioneve të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. E them ndryshe të SPAK-ut, por jo vetëm SPAK-ut sepse është edhe gjykata GKK-ja, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Neni 14 i këtij ligji parashikon që prokurorët e prokurisë posaçme, kur kanë dyshime të arsyeshme për kryerjen e veprave penale, mund të hetojnë dhe ndjekin penalisht prokurorët e prokurisë së posaçme apo dhe gjyqtarët e gjykatës së posaçme. Argumenti i zotit Veliaj është që duke qenë se gjyqtarët janë subjekti i hetimit nga ana e prokurorisë, i cënon pavarësinë. I cënon pavarësinë, të mos jetë gjykata nga prokuroria, po. Dhe unë thot si subjekt nuk jam gjykuar nga gjykata e pavarur. Tani unë mendoj që se do ta shohim kur ta shprehë gjykata kushtetuese, unë mendoj që këtu ka një problematik për sa i përket legjitimimit të zotit Veliaj si subjekt që mund ta ngrej këtë pretendim. Për mua është kushtetues apo nuk është kushtetues, ky neni i këtij ligji do të ishte me drejt për drejt nëse do të ngrihej nga një subjekt që do të ishin vetë gjyqtarët apo prokurorët e prokurisë posaçme për të vlerësuar. Është antikushtetues i dispozit apo nuk është antikushtetues i dispozit neni 14 i këtij ligji. Por nëse vendos gjykata kushtetuese që ta marrë në shqyrtim kërkesën e Veliajt, çfarë ndodh më pas, qoftë edhe me vendimin, por edhe me ecurinë e këtij procesi, zoti Daci, si mendoni? Okej, avokati do të thoshe diçka më pas me zotin Daci. Po, patjetër. Mendova se më pyet mua në vazhdim dhe të pyetjes që bët më parë, çfarë përfiton zoti Veliaj në raport me këtë kërkesë. Një nga gjërat më të drejtë për drejta të përfitimit është koha dhe koha lidhet me afatet e paraburgimit. Pra në momentin që gjykata kushtetuese do të dojë një farë kohë për ta gjykuar këtë çështje, mund të jetë një strategji e mbrojtjes që të kërkoj pezullimin e gjykimit në gjykatën e posaçme për të kërkuar deri në momentin që do përfundohet gjykimi në gjykatën kushtetuese e përpasoj të ketë mundësi që të kalojnë afatet e paraburgimit dhe të zëvendësohet masa e sigurimit arrest me burg zoti Veliaj. A do ndodhi kjo ose jo, ngelet për tu parë më pas. A duhet të ndodhë në fakt, zoti Daci, si mendoni ju? A do të ndodhi bie që të komentojmë ose të parashikojmë bën fallxhori për vendimin e gjykatës kushtetuese? Jo. Sigurisht në bazë të dhënave ligjore që mund të keni dieni në lidhje me këtë çështje. Sigurisht që gjykata kushtetuese është forma e fundit, shkalla më e lartë e një vendimi për sa i përket sistemit të drejtësisë. Dhe duke qenë dakord deri diku me avokatët dhe pse bëri një shpjegim shumë profesional, unë mendoj që filtri i cili duhet të jetë për të dërguar çështjen në gjykatë kushtetuese duhet të jetë shumë më efikas dhe më i fortë, por numri i madh i vendimeve ose i proceseve që ka pasur gjykata kushtetuese në kohët e fundit sigurisht lidhet me dy gjëra. Pra dhe këtu përsëri do të kthehemi tek nevoja e bërjes së reformës së drejtësisë. Pa një vend që nuk bën reforma, në thojë është disinuar të vdes, por pastaj duhet parë nëse reforma të bëhen. Pra gjitha çështjet që shkojnë në gjykatë vjen për shkak të paqartësisë të kodifikimit të normave juridike apo ligjeve. Dhe kjo ka të bëjë qoftë me kodin penal, qoftë me kodin e procedurës penale, por në disa raste edhe të vetë kushtetuese që ka nene dualiste që bëjnë interpretime të ndryshme. Unë mendoj që gjykata kushtetuese për shkak edhe të rëndësisë që ka procesi ndaj zotit Velia, i cili në fakt është edhe kryetari i bashkisë ose kryebashkiaku në detyrë sot, dhe bënte të domosdoshme që komenti dhe arsjetimi i gjykatës kushtetuese duhet të jetë aq shumë i plotë dhe aq shumë i zauruar që të sqaronte njëra për gjithmonë të lloj përplasjesh normativash që në fakt kanë bëjnë edhe për të rikthyer njëna të që thash tek një proces të drejtë. Pra avokati nuk e preku fare, u mor me çështjen teknike, por e përsëris edhe një herë, nëse ky avokati do ishte avokati një çështje të tillë,
50.000 faqe si do ja bënte ky avokat për t'i lexuar dhe për të pasur një mbrojtje efikase brenda afateve ligjore për të pasur një proces drejt. Ja të ta kthej Do të ishte përgjigjen e pamundur. e kemi. Dhe mund t'ja bëjmë pyetjen konkrete. Avokat, mendoni që do t'ishte mundur ju si jurist apo si avokat në mbrojtje të shumë çështjeve? Ju duket kohë mjaftueshme për pasur në shqyrtim 50.000 faqe dosje hetimore në ngarkim të një klienti tuaj, ta themi kështu që në këtë rast mund të ishte Veliaj? Me që ma bëri pyetjen zoti Daci, unë do i përgjigjem të dyjave pyetjeve. Avokat, nuk është personale, është për të kuptuar se sa e vështirë është udhëzimit e detyrës tuaj si avokat në proceset penale. Absolutisht, me lejoni të përgjigjem, sepse dëgjoj me vëmendje pyetjen tuaj dhe nuk kam asnjë përgjigje në kuptimin jo profesionale. Është absolutisht themelore dhe thelbësore që secili person, pa u lidhur me individin, që jemi tek zoti Veliaj apo jemi tek ndonjë person tjetër, të ketë kohën dhe hapësirën e nevojshme për të bërë mbrojtje efektive, sepse ne nuk duhet ta dënojmë një person vetëm nga emri, qoftë ky një emër i njohur apo qoftë një emër i panjohur. Ne duhet ta njohim, duhet ta dënojmë këtë person, pra gjykata duhet ta dënojë nëse provohet, nëse që ky person e ka kryer këtë vepër penale. Në lidhje me faktin se si do ta mbroja unë, nëse do të isha unë avokati i zotit Veliaj apo ndonjë personi tjetër, unë i këshilloj gjithmonë klientët e mi të merremi me thelbin, me faktin penal. Ka ndodhur apo nuk ka ndodhur fakti penal. Në momentin që ne kemi provueshmëri të mosndodhjes së faktit penal, mendoj që ky është thelbi i çështjes. Pavarësisht mundësive të ndryshme që secili person apo avokat kemi të drejtën tonë të shfrytëzojmë deri në një, sepse në fundit këtë janë të gjitha mjetet e ankimit, mendoj që gjithmonë rruga që zgjedh unë si avokat për të këshilluar klientët e mi është raporti me faktin penal dhe si provohet apo nuk provohet fakti penal nëse ka ndodhur. Avokat, ka vetëm dhe një pyetje dhe për gjithmonë parimisht se jeni avokat, jo se pse jeni pikërisht ju. Atëherë, do të themi përsëri tek edhe mbledhja e gjykatës lartë. Atëherë, 50.000 faqe në aspektin penal do të thotë që brenda atyre 50.000 faqeve një avokat mund të gjejë qoftë edhe një fjalë të vetme si mund të jetë në favor të akuzuarit ose të pandehurit, varet çfarë statusi ka. Pra, praktikisht duhet të lexoj të gjitha. Pra, marrja një bisede në WhatsApp është marrë në përputhje me ligjin, s'është marrë në përputhje me ligjin, një fjalë të cilën është shkruar aty. Pra, i bie që nëse është kursumuar, s'është kursumuar vepër penale është gjë tjetër, por ju do të utilizoni 50.000 faqe për të bërë një mbrojtje të suksesshme. Po, 50.000 faqe nuk e di se sa i do. Është mjaftueshme në mënyrë që këto të kenë mundësi secili nga ne të studojë. Pra, nuk kemi 50.000 faqe nuk e di sa do i duhet të jetë njeriu më i shpejt në botë në lexim dhe në arshjetim. Një. E dyta, që të themi tek mbledhja e gjykatës lartë. Tani, duke qenë që ju mbrojtja në këtë rast të hipotezuar, keni 50.000 faqe dhe prezumimi kryesor i pafajësisë së klientit, a do ishte normale që ky klient ose çdo person tjetër ose çdo i pandehur akuzuar tjetër duhet të qëndronte me masën arrest për burg derisa të mbaronin këto 50.000 faqe dhe derisa të mbaronin të gjitha fazat e vendimit para prak deri në dënimin përfundimtar? Atëherë ka dy elemente. Para, nuk janë 50.000 faqe, në fakt janë 60.000 faqe, janë më shumë nga sa thoni ju. Dhe absolutisht mbrojtja duhet ketë kohën e nevojshme për t'i studiuar këto faqe. Normalisht duhet të realisht. Po pyetja ime është, a duhet, dakor që është gjykata që vendos, pa duhet detyrimisht personi të jetë në burg derisa mbrojtja të njihet me gjithë provën materiale? Po, me lejoni të përgjigjen sepse këtë isha duke thënë. Pra, së pari, koha duhet të jetë e mjaftueshme, jo vetëm për t'i lexuar, por për ta studiuar mirë dosjen në mënyrë që të bëhet mbrojtja efektive. Unë nuk e di nëse i është dhënë ose jo koha e nevojshme mbrojtësve, megjithatë të paktën nga ankimi i zotit Veliaj, duket që nuk i është dhënë, po. Të lihet përshtypja që nuk është dhënë kohë e nevojshme, sepse normalisht 60.000 faqe, shumica e këtyre faqeve për qenë ose dosjet hetimore nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe për studimin, po sidoqoftë 60.000 faqe vetëm për t'i kaluar duhet një kohë mjaftueshme. Pra duhet absolutisht jepet koha e mjaftueshme për ta studiuar dhe për të patur një mbrojtje efektive. Elementi i dytë në raport me pyetjen që bët ju. A duhet të jetë personi në masën e sigurimit arrest me burg ose jo? Tani, për të shprehur për këtë ka disa elemente. Dhe ka dhe afate maksimale të burgimit.
elementet që lidhen me rrezikshmërinë e personit, lloji të veprës penale dhe arsyet për të cilën gjykata ka vendosur të marrë masën e sigurimit të arrest me burg. Për të arritur në këtë konkluzion, ne duhet të studojmë dosjen dhe arsyet pse është marrë masa e sigurimit të arrest me burg për zotin Veliaj. Kështu që unë nuk mund t'ju jap një përgjigje drejt për drejt duke qenë se jam avokat, por nuk mund t'ju them që ky person për shkak sepse dosja është voluminoze duhet të zvendësohet masa e sigurimit të arrest me burg. Avokat, më fal se ndërpret. Nuk e kisha që ti do të më japni një përgjigje, po ishte një pyetje e cila ishte retorike në vetvete. Pra, duke marrë parasysh të mbledhjen e kolegjit të gjykatës lartë, a nuk është momenti duke marrë dhe si model reformën Kartabia në Itali, që shumica e veprave penale të zëvendësohen me dënime alternative dhe jo detyrimisht të jetë dënim me burg pothuajse për çdo lloj vepre penale që konsumohet në Shqipëri? Kjo është sfida më e madhe e sistemit të drejtësisë. Ne avokatët në përgjithësi, sepse ne avokatët në përgjithësi, duke qenë se jemi të lidhur gjithmonë me klientët, e kemi ngritur gjithmonë zërin që nga ana e gjykatave aplikohen masa represive për sa i përket masave të sigurimit të arrest me burg, po ashtu dhe nuk aplikohen dënimet alternative në momentin që janë kushtet ligjore për të parashikuar dënimet alternative. Dhe ne duhet ta ngrem zërin në çdo rast, jo vetëm kur jemi duke folur për një person i cili mund të jetë shumë i njohur për me pushtet, por edhe për individin apo qytetarin më të thjeshtë. Dhe problemi që kemi ne si shoqëri dhe si institucione është që ne ngrejmë zërin në momentin që preket një njerëz shumë i rëndësishëm. Po a kemi ngritur zërin mjaftueshëm kur janë ata njerëz të thjeshtë të cilët janë lënë në mas sigurimi arrest me burg sepse kanë lidhur dritat në kundërshtim me ligjin. Pra, diskutimi është shumë i gjerë dhe nga mbledhja që ka bërë gjykata e lartë së fundmi, pra në lidhje me vendimin për kushtet dhe kriteret e masave të sigurimit, unë mendoj që kjo nuk zgjedh thjesht me një vendim të gjykatës së lartë në raport me cilat do jenë kriteret e reja apo pikat e referencës për të caktuar masa e sigurimit arrest me burg apo masa e tjera e sigurimit. Sepse është kodi i procedurës penale apo baza ligjore që duhet verifikuar së pari dhe më pas të arrijmë në një vendim unifikues, sepse vendimi unifikues do të sillte të njëjtën gjë që gjykatat e zbatonin sipas qefit. Pra, nuk do të kishte një filtër të tillë të mjaftueshëm që të kishim një unifikim total të rasteve. Po, mirë, unë do doja shumë që të kishim edhe një çështje tjetër të trajtonin bashkë, sigurisht edhe në bazë të kohës që kemi në dispozicion, por unë do doja që një pyetje tjetër të ishte ajo për një lajm që qarkullon këto kohët e fundit, aq më tepër për vetdeklarimin që ka bërë zoti Braçe për të qenë kandidat për Bashkinë e Tiranës në tentativë, sepse nuk është zyrtarizuar ende, të paktën nga Partia Socialiste, ndërkohë që s'kemi asnjë emër që mund të jetë hedhur në tavolinë nga ana e Partisë Demokratike. Alban, si e gjykon emrin e Braçes për të qenë ndoshta një kandidat i ardhshëm për Bashkinë e Tiranës? Sipas mendimit tim dhe duke njohur forcën e leadershipit që ka Edi Rama brenda Partisë Socialiste dhe forcën e leadershipit të një lideri vjen nga fakti që është një lider që fiton zgjedhjet dhe është një lider që prej 4 mandateve që siguron pushtet të qeverisë së Partisë Socialiste. Unë e shikoj në çdo lloj formati kandidat të mundshëm, edhe nuk do ishte një kandidat i keq për Tiranën, por e shoh pothuajse të pamundur dhe besoj se do të jetë ndonjëherë kandidat i Partisë Socialiste dhe Edi Ramës nëse do të djeg linjën e imponimit. I pamundur pse? Por nuk e bën dot me imponim. Nuk ka asnjë lloj sinjali nga Partia Socialiste dhe nga Edi Rama që zoti Braçe është një projekcion i mushur për të qenë kandidat për kryetar në Bashkinë e Tiranës. E qartë. Për ju, zoti Çela, si ju duket ajo që ai ka shpalosur, dëshira për të qenë një kandidat për Tiranën? Absolutisht është një drejtë e tij, po jap një mendim për te fushës apo patjetër, por me që jemi në panel këtu dhe mund të flasim, po. Mendoj që për Partinë Socialiste mund të ishte një kandidat i përshtatshëm, duke qenë se ka qenë një lloj opozite, pra nuk ka qenë një subjekt i cili gjithmonë është unifikuar me qëndrimin e partisë dhe asnjëherë s'ka dashur të dalë kundër vullnetit politik apo të shprehë mendimin e tij dhe ai është karakterizuar në momentet caktuara nga një shprehje e mendimit të tij edhe kur ka qenë kundër mendimit të partisë, po themi. Një opozitar brenda partisë, ta themi kështu. Kjo është një arsye më shumë që kjo është një arsye më shumë që do ketë shumë pak gjasa të jetë kandidat i Partisë Socialiste për kryetar bashkie. Mbetet për të parë nëse do të jetë një vendim autoritar apo
I dëshirueshëm për që në edhe një zë i lirë brenda partisë. Shumë faleminderit të dyve. Edhe diçka për ta mbyllur me që kemi prapë avokatin, demokracia e brendshme e partive politike në Shqipëri nuk është një risi, e tashmë e dim se si funksionon, kështu që patjetër. Do të shikojmë se si do të rrjedhë edhe në lidhje në këtë rast të zotit Braçe. Faleminderit shumë që ishit me ne në Studio Live për ditën e sotme. Mirësi, ju pafsh. Faleminderit ju për këtë. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.